Merendin e ditës, me që mbledhja është e gjatë është e ngarkuar. Po, Laurin. Faleminderit. Patjetër kam dhënë disa kërkesa për jashtë rendit të ditës, për pjesën e ndriçimit të disa rrugëve këtu në qytetin e Laçit. Pyetje. Tashti po, sepse ashtu na dal mbledhja ashtu dal komplet jashtë asaj, do me thënë më shumë zgjasin këto pyetje përgjigje në fund të ndryshme se sa rendi ditës. Sot do fusim në rend dita atë. Është shumë i mirë mendimi i Erisës. Çat keni, bëjeni me shkrim sot që mbledhjen pasardhëse të jenë rend dite. Sepse del komplet jashtë kontrollit, nuk është fare normale kjo pyetje përgjigje edhe asgjë. Po ne pyetjet kur do I bëjmë se nuk e kuptoj. Vetëm me shkrim? I kena bërë me shkrim edhe nuk kena marrë përgjigje. Tani, bëje me shkrim dhe mbledhjen pasardhëse vjen personi përgjegjës nga bashkia. Mendoj se është nënkryetar. Si mendon? A do që ti përgjigjeni apo ta bëjmë një gjë më të Patjetër unë do bëj edhe pyetjen, pra I bëj edhe me shkrim. Tjetër. Po. Po sipas rendit ditës, po, patjetër. Po. Edhe unë kështu mendoj sepse Do me thënë dhe mbledhja jashtë kontrollit, nuk është... E disa largët ashtë... Tani, dhe ky rendite del, si I thonë, null, në kuptimin, vazhdojmë me këtë dhe pastaj vazhdojmë, edhe ju nuk merrni një përgjigje. Po ti nuk ke personat. Po është informacion ti nuk ke persona që të kthejnë përgjigje. Për shembull, ajo mund të jetë për një zyrë të bashkisë që nuk është. Po është informacion që duhet përpunu, besoj, është informacion që duhet më u dhanë të Laurin, Antoni veproi kështu, e bëni kërkesë me firma e futëm në renditës. Kështu do bësh dhe ti për gjëra konkrete. Kam vetëm një pyetje. Nën kryetar, nuk je ndjenitë të drejtorive për katësve ose të punëve të ndryshme kur ne të bëjmë një pyetje, duhet patjetër personi për katës, ekzekutues. Kur ne bëjmë një pyetje, se kjo na kufizon. Ore mund të më kujtohet një pyetje gjatë patjetër çdo drejtor ma përgjegjësi për detyrën që ka. Drejtori është Po mu nuk duhet të mnalet e drejta e pyetjes, edhe gjatë mbledhjes. Tashti mbledhja, patjetër mund të bëj të pyetje, mund ta bëj. Tashti mbledhja prandaj bëhet me rendite. Më falni pak. Mbledhja, në një mbledhje nuk mund të zaurojnë gjitha. Mbledhja bëhet me rendite dhe merret si e mirëqenien që ne do t'i përmbajmë këtij rendi dite. Është bërë, do me thënë, kemi bërë si praktik që të ndryshme 1, 2, 3 dhe nuk u morë vesh asgjë. Marrojmë me këtë dhe zgjat më shumë kjo pyetje përgjigje si muhabet. Do ta bëjmë me shkrim. Antoni, e boni me shkrim, mbledhjen tjetër patjetër do jetë në rendite, patjetër do të marrë informacionin. Shkruaj me shkrim çfarë ke për të kërku, kaloj te sekretari të arbri, mbledhjen tjetër është informacioni. A jeni dakord me këtë rendite? Kush është dakord? Zona kryetare. Në qoftë se ne do ta bëjmë ashtu që stuti, po. Atëherë, unë për shembull sot kam 10 Absolutisht nuk e zaurojnë 10 probleme në një mbledhje këshilli, sepse gja është rendi ditës. Ore flasun 10, ndoshta kam 5, ndoshta kam 1.
Po pse do të presune mbledhjen tjetër për gjona kinkalerike që janë gjona për një përgjigje, po ose jo? Pse do të vazhdoj me shkrimin? Nuk është normale. Për mendimin ju e vendosni vetë. Për mendimin tim nuk është normale me bë mbledhje pyetje përgjigje. Për ne është rendi ditës është pikat e rendit ditës dhe të ndryshmet. Ndryshmet vazhdojnë siç kemi vazhduar gjithmonë. Vazhdojmë me rendin e ditës. Pika e parë. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike 6% muaj gusht 2025. Ha drejtor, do më na thënë në i fjallë apo s'kan? Një informacion shkurtër. Vazhdojmë informacionin. E jetim votim. Jo, kam pyetje. Nderuar kryetare Këshillit. Kam pyetje nëse më lejohet. Të nderuar Aida. Unë në fakt doja të shtoja diçka lidhur me pikën e parë të rendit të ditës, që është pikërisht ndihma ekonomike. E kam thënë dhe kam cituar në të gjitha mbledhjet, jam pro ndihmës ekonomike, por është mirë që të trajtohen disa gjëra ashtu siç duhet të trajtohen. Pra, persona që vërtet ka nevojë për të marrë ndihmë ekonomike ta marrin. Me plot qytetarë kam hasur gjatë gjithë muajt të cilët kanë problematika, nuk kanë arritur do të përfitojnë, por nga ana tjetër ne kemi miratuar përpos projekt vendimi që na vjen çdo muaj, kemi miratuar me vendim, pra me numër protokolli 260, laq në 18 i pari 2024 kriteret e përfituese për dhënien e ndihmës familjeve që do të trajtohen nga fondi shtesë mbi fondin e kushtëzuar. Lidhur me këtë, na vijnë disa lista të cilët futën në skemën e ndihmës ekonomike, por që nuk janë emër, atësi, mbi emër. Janë gjëra teknike, ju lutem, ti shohem dhe këto, e citoj prap, janë pronë dhënjes së ndihmës financiare, por nga kriteret duhet të jenë vërtet ato që e meritojnë për ta marrë ndihmën ekonomike. Unë besoj se do të jetë në ndërgjegjen e çdo punonjësi që të jetë. Shumë dakord. A i ke emrat konkret? Një emër, në atë një emër, ku të referohet? Për shembull, dhe ti marrim me radhë. Pse mos e ketë, unë s'po them të gjithë jetën, për shembull, janë futur në ndihmën ekonomike Bujar Pasho, Paci, Majlinda Çoba, Meridita Xheteli, Lajë Median Tafa, Avni Leshi, le të jenë me emër mbi emër. Mbase dhe rakordimin kam kërkuar që të rakordohet me zyrën e punës për personat të cilët janë të aftë për punë, pa ta dim dhe moshën, mbase mund të jetë 25 vjeç ose 30 vjeçar dhe merr një ndihmë ekonomike ku fare mirë është një tjetër që ka nevojë për ta mbarë këtë ndihmë ekonomike. O drejtor. E kam cituar disa herë, kjo është, unë nuk kam asgjë, s'jam kundra ndihmës ekonomike, por le të merret ndihma ekonomike për atyre. Paci. Faleminderit. Ku është me të? Atëherë, po e kam gjatë informacion shkurtër, që të bëni edhe bëni që është hajtë të rejtë. Për asëm që dhe unë pjarë për aludime, ose sugjerime, ose vregje, ose krasime në fëllë tjera, në e një familje konkret, për një sindaci, milotit, mamuzit, përshkuqës, ta kalojmë verifikim direkt, dhe me njëherë bje përgjigja në dhe projektin, dhe ose 3 ditë. Verigon men, nuk këtu nuk ka një familje vërbeta, i 111 familje, kina qenë 160, ka në 111, sepse përre të më një familje fitu se çdo ditë. Dhe 111 familje nda me njësije, dhe unë përnej të agregje projektin. Bazuar mendimin nëmër 8 datë 26/8/2025 për dhejja ndihmës ekonomike mujore 2025, ku janë përfitu se ndihmës ekonomike 837 familje nga 868 mujnë tjetër. Në 837 këtë mundë.
Dhe sa më shumë bje numri familjeve, aq më shumë atje fondi i furnizor. Me fond 6.408.004 lekë. Fondi i furnizor 6% është 3.800.540 lekë. Drejtar. Unë nuk informacionin të bëjë fillestane. Po, drejtor, të lutem, nuk ka nevojë ka relator gjatë. Unë thash që kemi miratuar përposa saj, kemi miratuar dhe kriteret e përfshirjes në ndimin ekonomike me pra numër protokolli 260 në 18 parë 2024 dhe kemi dhe kriterit. Ndaj, unë po them sot nuk jam për... Kemi një vetim Këshillit të Bashkisë, numër 3 datë 25 janar 2024, me 9 pika, më radhë. Po, 9 pika. Pike parë, kalën e dyta, e treta, e katërta, e pesta, më radhë. Dakor. Unë po ju këshilloj të lutem nga këta familje që kanë hyrë në ndimin ekonomik këtë muaj, le të verifikohen të gjitha ato pika që kemi diskutuar. Janë klasifikuar nga zgjatorët e ndihmës ekonomike. 36 familje Graveja. Është pika parë që miratu Këshill, Graveja në përbir me 1.000 sipër do fundë 6%. Sepse sistemi nuk nxjerr fitues. Me gjitha ato familje Graveja që nuk nxjerrin sistemi fitues, me fëmijë të vegjël deri në 18 vjeç, duhet domosdoshmë fundë 6%. Po. Për ashtu raste ku ka mbush 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, kalon një muaj në aplikim. Se ndodhë që Brumej është punësuar diku me 400.000 euro dhe nuk e kap sistemi dhe në vazhdojmë trajtojmë me 6%. Patjetër. Edhe kriterin e moshës, zoti drejtor. Dhe pastaj të vetmuar. 35 persona këna në bashkit përbim të vetmuar. Bëtë fjallë deri moshit para pensionizmi deri 60 vjeç, gra, vajza, burra, filo që t'jenë. Nga cila mosh nisë? Janë endacak të vetmuar. Endacak, patjetër të endacak. Po nëse s'ka endacak? Por 17 familje divorcuara. Dhe familje divorcuara janë 107 vjetë gërbin. Por të 17 në bëzjetë familje më shumë probleme, me 5 fëmijë, me dhurë, me shtëpi djegu, me ushqim me njëra tjetër shkatrura, që janë pianerë, që janë njerëz të dëfërmuar, mëna psiqike. Nderuar drejtor, nuk është nevoja. Unë e citova dhe në krye të herës e kam cituar në çdo mbledhje. Qofse keni një familje me mbiemër që zori ku banoni ju dhe shumë të ekonomisht dhe ka aplikuar vendimin e ekonomike, nuk është tu Allah, e më presim, e miratoj dhe bjem që ju privat. Ka ishku. Drejtor, më fal. Kërkove që të verifikohet emra Median Tafa në Mamuras, kritere që është përfshi në 6% shlutë. Median Tafa, mosha dhe kritere që është përfshi në 6%. Është futur. Familje që futën në skemen e fondi 6%. Të lutëm, kriteret e... Jo, ta japi tani sepse... Ndërëm shqiptare, ju keni drejt për ka apliku sistem zotëria dhe është me pikë pa mjaftueshme. Si pas shpjegimit që ne kemi këtu, ka apliku në sistem dhe nuk ka marrë pikët e mjaftueshme. Për detajime dhe verifikimin të lushme, do të marrim shumë me emrin dhe do të verifikojmë dhe komisionin si pas kriterëve ka komision ekonomike të zotin kryetar. Si pas kriterëve duhet verifikim në terren. Ke shkuar ke verifikuar zotin Median Tafa? Do t'i kërkojmë informacion në drejtorisë Mamurasit të ndihmës. Në drejtar. Atë person e një kaq mirë s'ke nevojë për verifikim fare. Ti rron. Do t'i kërkojmë atëherë shpjegime. Atëherë shpjegime çdo njeri ka drejt të aplikojë në sistem. Po, çdo njeri ka drejt të aplikojë në sistem. Zotin nën kryetar, verifikimin e keni bë? E kanë detyrë komisioni. Përsërbali verifikimi. Do t'ja kërkojmë komisionit të ekonomike. Se tash kanë gjetë përsërbali verifikimi. Në mbledhjen e ashme do t'ja japë shpjegim. Okej, në mbledhjen e ashme patjetër. Dëgjoj, është përfitues, ë? Është përfitues. Do të kemi informacionin dhe kur
është përfitues, ju kena thënë në radhën tjetër, bashkangjitni letra, dokumenta pse Ate po bonde, po shpjegon të drejtori. Po dhe janë, po shpjegon të drejtori të vazhdoj shpjegimin për zotrim. Rastë që ju keni kontestime, nëse drejtori po shpjegon të vazhdoj shpjegimin për zotrim të lutem. Unë po i marr shpjegim edhe do t'i kërkojmë Komisionit të shpjegoj drejtorit sepse po është e ndalum zoti kryetar, të vazhdoj drejtori shpjegimin për këtë zotrim këtu. Shpjegimi ky ishte, shpjegim të Renajum do t'japim mbledhjen tjetër, pasi të marrim gjitha informacionet. 6%, për Zerbali verifikimi duhet të ishte në këtë. Si praktik, besoj që ju duhet jeni të informuar tashmë që çdo një qytetar e lind drejta të aplikojë në sistem për ndihmë ekonomike. Ore, aplikohet në sistem dhe bashkangjitë për Zerbali verifikimi. Është refuzuar nga sistemi, në moment që refuzohet nga sistemi e lind drejta të përfitojë. Po, a është bërë verifikimi në të rast? Këtë informacion ne nuk e kemi. Është javë zotëria për punë? Se mos është dhe në shkollë lartë, se po na del dhe në shkollë lartë në shkollë. E nderuar këshilltare, për sa kohë është e përfshirë në projekt vendim, do të thotë që është bërë një proces verbal verifikimi dhe do të mbajë përgjegjësi personi që e ka bërë. Okej, këtu duhet për Zerbali Nuk është asnjë lloj proces verbali aty dhe nuk merresh dot me një rast specifik. Rastin specifik, proces verbali do të vijë radhës tjetër në valin e radhës këshillit. Okej, do të vijë radhën tjetër. Do të jetë radhën tjetër. Sepse mendoj që nuk është vetëm ai së pari, domethënë për herë të parë në projekt vendim, kështu që do t'i bëjmë gjithë proces verbalet nëse është nevojë për gjithë familjet që janë bërë për herë të parë. Për këtë duhet verifikim. Nëse është mendur. Okej, sigurisht që për sa kohë është në projekt vendim është dhe proces verbali depozituar në radhën përkatëse. Në seancën e radhës, marrë shkrim drejtor verifikimin për zotërin. Telefonata, bu pyetje këto. Ju lutem. Drejtor, fola me emër konkret, ishte desh me emër konkret. Laurini para. Pastaj, Laurine, do fjalën. Ishte me emër konkret, me shkrim me emër konkret. Po. Veç fol, ha. S'ka gjë, se ke zobëll. Ke zobëll. Të shqip mu me bo qefi e që partien pushtet, pozita sotme, po bënë debat hera pa që po bëjnë. Edhe po bëjnë një debat. A ke gjë konkrete? Po bëjnë një debat koti. Për një njëri për krajë sociale, kur doj, unë ja komplet, ja patë, aq sa përfitim kam nga Antari Këshillit Bashkiak, edhe mëse diskutori ma, po dori me bëmë ata. Edhe mikrofonet, ne kanë bo me zhurmë, ka stile dhe kanë bo, po atë ka arbri dhe ki kujdes atje arbri, se do të bëjt dëronësin. Për ndërhyre ke elektronika. Tjetër. Se në jenë të nashë shumë me zhurma. Edhe nuk ja vjen mos që ta diskutim këtë punë, edhe më votim e mës të hali minutat ka. Nuk kini propozitje. Jeni për pushtet, pravo ju qo, Ike shumë rëndësishme minuta. Diskutim tjetër. Desha t'i kërkoj drejtorit edhe për një emër tjetër, Daveli Gjisi. Po se ke bezdita ma e shnim tila dhe na jep një informacion mbledhen në radhë. Algja po Daveli Gjisi. Rregull. E edhim votim. Daveli Gjisi në 6%, tash i ka vënë obligim. Jenë 6 punë, jenë ditë ka vënë obligim. Për të marrë informacion nga një agjenci që Një muj. A është e mundshme na dha përgjigje me shkrim mbledhjen e radhës? Përgjigje me shkrim mbledhjen tjetër. E edhim votim. Kush është për kalimin e ndihmës ekonomike për muajin gusht 2025? Albert, lutem shikoj. Kush është pra? Kush është kundër? Kundër. Miratohet. Kalojmë te pika 2. Projekt vendim ose bëhet. Projekt vendim për miratimin e projektit dokumentit faza e 2 programit buxhetor afat mesëm 2026-2028 Bashkisë Kurbin.
Gjonë, sa kam qëtë projekt vendim? Mbi projektin e dokumentit PBAS 2006-2008, faza e 2, Drejtoria e Financës, sektori buxheti ka përgatitur projekt dokumentin PBAS për fazën e 2. Ndize... Sipas ndezur është? I ndezur është? Sipas programeve buxhetore 2026-2028, bazuar në ligjin 9936/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor në plikën e Shqipërisë, në ligjin 68/2017 për financat e vetëqeverisë vendore, në ligjin 10296 për menaxhimin financiar dhe kontrollin, në udhëzimin në udhëzimin numër 23 të 2018 për procedura standarde për përgatitjes buxhetit afatmesëm, në udhëzimin numër 8 të 2025 për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 26-28, si dhe në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 3, datë 24/1/2025 për miratimin e raportit vlerësimit parashikimit të ardhrave afatmesëm 2026-2028. Të ardhrat e parashikuar për Bashkimin Kurbin 2026-2028, ku përfshihen të ardhrat e veta, taksat e ndara, transferta transferta e përgjithshme e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale, transferta e kushtëzuar. Informacioni jepet mbi parashikimin për 3 vitet e ardhshme. Tu kemi paraqitur një tabel përmbledhëse ku përfshihen 2 burimet e financimit për Bashkinë Kurbin, nga burimet e veta pra të ardhurat dhe nga burimet qendrore për vitin 2025, 26, 27 dhe 28, krahasimisht me njëra tjetrën. Dhe totali i të ardhur i burimeve për Bashkinë Kurbin për vitin 26, 27, 28 ka pësuar një rritje, me fjalë atë mesatarisht një 1.3%. Po të shohim krahasimisht me në vitet njëra tjetrën, për 25 kemi patur më shumë burime, sepse këtu përfshihen edhe të ardhurat trashëguara, të cilat për vitin 26, 27, 28 nuk janë parashikuara, sepse do mbyllen vitet dhe pastaj do të shihet se sa trashëgojmë për vitet tjera. Buxheti total i Bashkisë Kurbin për 26-ën arrin në vlerë 817.693 mijëra lekë, në 27-ën 831. Edhe një herë, lutem. Po mirë, faleminderit. Pyetje. Diskutime. Asnjë. E hedhim votim. Po kush ka? Ndiza. Te faqja numër 11, thot sigur janë 607 specialist, 2 me kontratë. Desha me pyet, kemi shtuar dhe ca TSHK-s më duket. Çfarë kemi shtuar? Kjo ishte pyetja e parë, ca specialist TSHK-s që bëjnë legalizime, ta nuk e di. Dhe nuk i keni pasqyruar. Pyetja e parë kjo. Pyetja e dytë. Kemi kalu një qendër ditore për të moshuarit dhe nuk e di nëse funksionon apo jo. Nëse funksionon aktualisht, ku ndodhet kjo qendër, se mund të orientojmë në të moshuar. Nuk e di se çfarë përfitimesh mund të kenë, në i kafe, në i paldominagu të diun. Dhe nëse funksionon nga data që kemi miratu pagesat e specialistëve, desha me ditë të specialistë, nëse janë në punë, çfarë mbulojnë nëse nuk funksionon kjo qendër për të moshuarit. Faleminderit. Atëherë, po filloj nga pyetja e dytë, më qenë se është kjo qendër për të moshuarit në qytetin e Laçit funksionon, është tek Pallati i Kulturës, kati i parë, në ngjitur me sheshin, është ose ngjitur me qekofen. Besoj ka një tabelë të afishuar dhe po të shkojmë dhe tani, aktualisht që flasim bashkë, është plot me të moshuar, cilët çdo ditë kalen goxha kohë duke luajtur letra, domina dhe aty u shërbehet sipas mundësive, çaj, kafe, ujë, këto për momentin 3 punësuesët tonë të cilët janë punësuara janë çdo ditë në 8 me 4 që ju shërbejnë atyre dhe punojnë aty. Ju bëjmë dije që kjo qendër ditore ka qenë dhe projekt në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Kulturës dhe të Mirëqenies, ka qenë një projekt që ne kemi fitu,
që për një periudhë kohe, për një periudhë do të një vjeçare, do bënin pagesën e pagesave të punonjësve, do e bënin ata. Pastaj në vazhdim, vitin që vjen, pra këtë vit që jemi, i paguajnë ata. Për vitin që vjen do t'i paraqesim në buxhetin e vitit të ardhshëm dhe do ju ftojmë që t'i meritojmë si punonjëse me kontratë pjesshme që t'ju shërbejnë atyre të moshuarve. Pra qendra editore funksionon që nga dita e parë që është merituar këtu, është e hapur, është e monitorueshme dhe është funksionale. Do të po të shkosh, i gjen aty punonjësit dhe të moshuarve që janë çdo ditë aty. Për këtë, domethënë, informacion e ke shumë të saktë, mund ta verifikosh. Okej, faleminderit. Sot lutem. Po, a i mori përgjigjet? Për specialistët për të mbaroj? Po. Për parën e presin. Të mbaroj? Jo më 5, 6, 7, se disa kemi kalu 7 duke 6 plus 1. Ato janë përfshira me kontratë të pjesë. Janë përfshira mrena strukturës bashkisë, të administratës, sepse ajo është një strukturë e krijuar me fjalë përkohshme dhe janë përfituar mrena numrit total të punonjësve të bashkisë. Po, normal, janë të lënë bazë të mësimeve dhe VKM-s janë. Atë kanë me VKM këta, ana duke qenë se u bë shkrirja e njësive, ASHK-s, erdhi një VKM dhe na përcaktoi që këta punonjës do të kalojnë pranë bashkive për të lehtësuar punën edhe ASHK-ve edhe për të ndihmuar qytetarët. Për një vit mos gaboj, është për një vit është afati që do operojnë ata, pastaj do shihet nëse do t'i rinovojmë kontratat e punës, pa tjetër që do i sillen në këshill dhe ato për t'i miratuar ju, me emra dhe me struktura organike. Në projekt vendimin, numër që nuk keni vu numër, datë 25/9/2024, që na keni sjell, është shifra 607, për nuk janë të përfshirë, dhe prandaj u kapa të kjo... Po, janë shtu, pasi ka dalë VKM-ja pas kësaj. Atëherë, nëse... Me këtë datë, është numër 607 specialistë dhe në shtu të tjetë përse nuk janë pasjuru, apo i keni bërë copy-paste që të vjeçmet edhe shnet. Në vendimin e këshillit bashkiak për strukturën që të bërë miratuar vjetë dhjetor në mos gabohen... E thot në shtator? Atëherë, nuk janë të përfshirë. Në shtator apo në dhjetor, mon? Në shtator janë miratuar për të nëntor, ndërsa në dhjetor është miratuar numri total i punonjësve që është edhe se po thot në shtator, pa ne ngatron. 25/9/2024. I 9 i shtator. Atëherë është bërë propozimi për të përfshirë në shtator. Po, si struktura re. Janë shtuar dhe numri punonjësve. Ndërsa në dhjetor është miratuar struktura 2025-s dhe këta janë mrena strukturës tonë. Në dhjetor është miratuar në fund dhjetor 2024 është miratuar bashkë me buxhetin të strukturës punonjësve dhe numri total i punonjësve dhe këta kjo strukturë e analizmi që është krijuar në shtator është mrena numri total të punonjësve të bashkisë. Dhe janë programi i administrimit të bashkisë. Shefe financës, ideja është nëse në shtator kanë qenë 607 dhe ti thu se kemi shtu dhe 7 të tjerë në dhjetor, apo nuk po e maj me mbledhjen, ke prap numrin 607 këtu. Këtë po tham. Mos bëni copy-paste ato të vjetra. Nuk e pas dhe vakanca, shiko vjetshme. Jo gjitha pozicionet janë të zënme. Numri total miratohet kaq, brenda këtij numri ka vakanca. Për shumë, në disa drejtori, nëse këto vakanca mund të pasqyroshin, e ke parasysh. Po pasqyroshin. Jo, vakancat, në moment që zgjidhni vakancën e nuk e shtojmë si numër, ai numër ngelet, thjesht shtohet, domethënë plotësohet vendi, se si numër miratohet në total. Mos e vritni trunin në rregull. Po, sa bëjete? Po, mas sa bëjete? Kur lexova materialin aty, kjo nuk është për akin, sepse më shumë për nënkryetarin, u fokusova tek plani investimeve që është për 2025-2027. Edhe kam si pyetje që për 2025 6 mujorin e parë normalisht nuk u vua asnjë gjë në zbatim për arsye fushatës zgjedhore sepse është kundërshtim me ligjin. A do fillojnë në një nga këto projektet brenda 2025-s dhe kryesi konkretisht për rrugët e kam.
do thoni ju konflikt interesi, po para se jemi këshilltar, jemi qytetar. Unë jam interesuar për rrugën nga Kisha tek Lapidari. A do filloj në një nga këto? Atëherë, sipas miratimit Faleminderit. Sipas miratimit buxhetit që është bërë, të gjitha rrugët që janë planifikuar, janë nga 20 e sa rrugë që janë miratuar këtu në Këshill. Përpara se të shkohet te investimi, duhet një hartim projekti këtyre rrugëve, që edhe atë e kemi lënë në buxhet bashkërisht. Aktualisht jemi në fazën e lidhjes kontratës me hartuesin e projektit të rrugëve, të gjitha këtyre rrugëve, dhe sipas afatit të kontratës, brenda këtij muaji, brenda muajit tetor, do përfundojnë gjitha projektet. Dhe në këtë moment do të nderohen, do hidhen në sistemin e prokurimeve të gjitha njëherësh. Faleminderit. Pastaj koha sa lidhet kontrata dhe besoj, shpresojmë shumë që ta kapim brenda këtij viti realizimin e atyre investimeve. Është një edhe për ne një dëshirë që ta mbyllim brenda vitit. Faleminderit. Rinaldo. Jo, edhe unë për asfaltimin e rrugës rezervari Xhej desha me pyetje. E njëjta përgjigje që akoma që nga kjo është situata. Po projekte, shpresojmë të mbyllet. Tjetër. Keni pyetje tjetër? Nga këto rrugë që janë pritin për të nderu, ka rrugë të nderuara që pritet fillim punimet? Po, është rruga e poligonit, e cila për momentin është në lidhje të kontratës së mbikëqyrësit. Padje janë bërë procedurat dhe shpresoj që brenda kësaj jave të shpallet fituesin e mbikëqyrjes dhe të fillojë si punë. Faleminderit. Po. Po për rrugët e Gjormit ka në i tre, sepse është disa të herë që... Bashkarisht me pjesën e investimeve që i shpjegova dhe këshilltarët, e njëjta logjik do ligjet për gjitha rrugët. Pra do hartohen projektet, pastaj do të nderohen mbas projektit, sepse pa projekt mund të nderohen. Procesin e di, mund të paktën kam ja 3 muaj që i kërkoj. Të paktën ka 3 muaj që bëhet një njëjtën pyetje për pjesën e rrugëve të Gjormit dhe kam të njëjtën përgjigje. Tani ne jemi në fillim të muajit tetor. Fillim muajit tetor për 2025, domethënë gati nuk të del koha, domethënë mi bë gjithë ato. Po informacioni lidhur me pyetjen e Sabahetës, ju keni kryer punime gjatë fushatës elektorale, që nuk është e lejueshme me ligj. Pra, mos ndoshta gjitha këto rrugë keni lanë për fushatën e ardhshme, se s'ka lidhje. Kështu i bie domethënë sipas logjikës. Ato nuk janë të vërteta, ato që po thu, dhe nuk kanë bënë fare me rendin e ditës, e para. A është e vërtetë që keni kryer punime gjatë fushatës elektorale? Nuk janë të vërteta ato. Ratë parë janë monitoruar nga institucionet që janë më të larta se sa niveli i Këshillit, pra që nga qeveria dhe nga institucionet tjera të pavarura, që ishin sigurt që kanë verifikuar nuk e kanë lënë për këtë arsye. Ndërsa sa i përket kërkesës tande për rrugën e Gjormit, e njëjta përgjigje që e dhanë tek këshilltarës, ne kemi lidhur kontratën me një firmë projektuese dhe deri në fund muajit ka 30 ditë afat për të ndërzuar projektin. Në moment që ndërzohen projektet, ne do t'i të nderojmë të vjetin. Shpresojmë shumë ta kapim brenda vitit buxhetor, pasi deri në 31 dhjetor jemi brenda vitit buxhetor. Në rast se do të shkojë një kontratë jashtë asaj, do t'i mbartim siç e përcaktojnë ligji, prapë do vim Këshill, do hedatojmë dhe do të Po, ne me procesi jemi në rregull, po puna është çka kryhet brenda vitit, se me procese qoftë se zbat tash i bëhet vitit tjetër, po procese tjetër. Nuk e di se sa je informuar, por janë disa praktika që kanë bën me prokurimet, kanë bën me ankimimet, kanë bën me afate, kanë bën me procedura që kanë ca afate që ne duhet t'i respektojmë. Po pra, po mund të vim fiks mbasi viti dhe mund të kemi prapë njëjtat përgjigje. Po është jemi brenda vitit buxhetor, ka ca procese, ka ca afate buxhetor. Po, edhe ditën e fundit të dhjetorit, edhe ditën e fundit të dhjetorit mund të thuhet që jemi brenda vitit. Vetëm kur të vinë janari, pastaj mund të thuhet që po kalum të shesë. Pra, me qa shifët duket sikur jo, po bëhet që unë kam marrë pjesë edhe në ashtu. Ka shumë investime, sa e miratuar këtë vit, nuk janë miratuar ndonjëherë na si bashki dhe na si buxhet. 20 rrugë që shtrohen në një viti, është kjo bashki, është kjo kryetare bashkie që ka marrë përsipër me iniciativë me të ardhurët
bashkërisht me ju që i keni mirë atu, edhe keni shpreh pëlqimin që po bëhet. Kështu që le të themi përse bëhet, ti bëjmë ca punë të mira, edhe ti nuk mëna vitu do mëna fat. Tash mos të kërkojmë çishra në herë. Lutem, pyetje tjetër. Atë. Po Aida. Ne punët e mia do të vazhdojmë. Lutem, Aida. Ala Tirana. Nën kryetar, lutem. Faleminderit. Nisur nga shqetësimet e qytetarëve, unë sugjeroj që në këtë planin, pra projektin që keni paraqitur për planin e buxhetit afatmesen, të kjenë parasysh 2 pika kryesore dhe jetike, por që çdo ditë përballemi me shqetësime nga qytetarët nga të 4 njësitë e kurbinit. E para është përmirësimi i infrastrukturës qoftë në zonat urbane dhe natë rurale. Dhe dyta është pra një rehabilitim dhe shërbimi i mbetje, pra menaxhimi i mbetjeve. Këto janë 2 kërkesat bazike që çdo ditë ne ndeshemi me qytetarët. Mungesa rrugëve edhe menaxhimi i mbetjeve. Faleminderit. Faleminderit të këshilltare, patjetër që tek pjesa e investimeve një zë të rëndësishëm zë dhe përmirësimi i infrastrukturës. Kemi goxha rrugë që janë të duke në proces për asfaltim. Patjetër që vitin që vjen mund të propozojmë edhe të tjera, shpresojmë që na shkojë gjithçka mbar, kështu që është në fokusin tonë që ta përmirësojmë sa më shumë. Dhe menaxhimi i mbetjeve është edhe një plan nga ana e qeverisë që do ketë një rishikim të ligjit dhe një përmirësim të mënyrës menaxhimit. Ne do të jemi zbatues të atij ligji, patjetër që do të përmirësojmë edhe rritjen edhe kërkesën llogarisë, duke qenë se ato janë dhe me në kontraktim nga disa operatorë të ndryshëm për gjitha njësitë. Do shtojmë kërkesën llogarisë edhe përmirësimin e asaj pjese që ne kemi, koshave dhe asaj që të dyja këto do të jenë vëmendjen kryesore të bashkisë. Faleminderit. Po. Okej. A mund të di pak a shumë ata koshat si mbi pata premtuar të 10 vjetën fushkuqe, a do jenë planifikuar? Për koshat? Koshat. Po, patjetër, kemi realizuar një blerje dhe jemi në fazën, kemi lidhur kontratën dhe besoj brenda këtij muaji, brenda muajit tetor do shpërndajmë në zonën e fushkuqes edhe rruga e Alkut është e parashikuar. Po, besoj se është e parashikuar rruga. Parashikuar dimë se kena votuar ne, po është e parashikuar me u bë projekti apo Po, patjetër të gjitha rrugët që janë parashikuar, të gjitha do të bëhen projekt. Atëherë, të gjitha rrugët që janë parashikuar, të gjitha janë të hartimi i projekteve. Dhe gjë, domethënë, sepse kjo është kërkuar nga detyra e projektimit, edhe unë jam shumë i sigurt që po se projektuesi bën ato rrugë si normalisht ju përpara. Do t'i bëj të gjitha sepse deri tani shoh a bën gjithçka laç edhe njësitë janë lënë si mazdorët. Atëherë këshilltarë nderuar, unë po them që projektuesi do të zbatojë të gjitha investimet që janë lënë, që janë rrugë dhe infrastrukturë, po jashtë mbër detyrë projektimi. Këtu do jemi edhe në 10 orë ku do thosh nuk ne puni projektuesi këto rrugë, prandaj nuk vazhdon. Jena në tetor. Unë po flas mbas dokumentave dhe janë dokumentacionet ato që kemi bërë, detyra e projektimit që është merrni nga një përgjësi avanconi, jo bën 7 rrugën leçë nuk bëhet asnjë njësi tjera. Përgjësit janë marrë edhe dokumentat janë në proces. Nuk keni pak durim inshallah nuk do vini prapë në fund vitit që do thoni ta lëm për vitin tjetër. Gjitha fjalë që do flasim është viti i tretë që lëm për vitin tjetër. Përgjithësi dhe unë mbaj përgjithësi dhe për fjalët që dhe për përgjigjet që jap. Shihemi dhjetor pra atë. Faleminderit. Kemi nëntor, kemi mbledhje tjetër.
E edhim pëtim 2 herë për të njëjtin... Jo për... është njëjta... Një pyetje, ka mësia. Një pyetje. Po. Në kryetar, te shkolla mesme në Korre dhe shkolla nënvjeçare nuk ka vizime fare në rrugë. Nuk ka tabela që në shkollë. Si një stik për... Si një listik dhe as vizime në rrugë. Vjetë bardha, vjetë... A du në vjetë e bardha kërë shkolla. Njep një le, i baj vetë. Atëherë, ne kemi lanë buxhet, si një stikën rrugore, është miratu nga ana juaj, edhe nga ana urbanistikë është propozu. Do marrim masat, bëjmë procurimin e nevojshëm, vlerën e nevojshme të sinjalistikave, dhe t'i vendosim. Në shkolla vizimet si vertikale edhe horizontale mund t'i vendosim. Po të paktën vizimet që nuk ka nevojë për një tenderim kushtetis se qase i kovboj është. Me punojësit e bashkisë, buxheti sa do 1 lek po ishte do bëhet me tenderim. Tani teorikisht dim si funksionon. Praktikisht ajo është e pabame. Aty nuk ka vend parkimit makinash, është brezi pyjor me fjalë që ka mundësi, policia vjen për ditë është pa mujtë mojnë rregull, është rrugë nacionale. Unë do marr së shqetësim, edhe do ta bisedoj. Është edhe nënvjeçarja, dorinë e shërbimeve, është edhe nënvjeçarja, që është rrugë e fshatit, dhe është rruga Laçpatok, që është hyrja e... Faleminderit. Të shkolla, këtu në Laçë i kam pa që i keni ba në Laçë. Të lutem. Të shkolla kam rrasë. Ja pra do e mbaj shëmim, u konsumu si problem, të lutem, me të mënd. Atëherë, në lidhje me këto projekte, këto rrugët të buxhetja fatmesën për programet buxhetore, ndër të tjera kemi asfaltim Unaza Mamurras. Thjesht desha me ditë nga nën kryetari përshkron edhe varrezat e kosovarëve. Po, ajo rruga është. Okej. Ikve para. E dyta, thot po këtë kemi miratu bashkarisht në buxhet në dhjetor. To janë që kemi miratu ne, edhe ju bashkë me ne. Të kuptoj shumë mirë, thjesht për kujtes. Rruga asfaltim Reqi Gjorëm Mamurras, mos është e agroturizmit apo është tjetër? Nuk është rruga lartë, janë 2 rrugë në Gjorëm që janë miratu. Një rrugë lartë, Kodër, dhe një rrugë poshtë tek shtonë. Trim beton të rruga varrezave Mamurras. Unë do t'isha dakord sikur t'u pastonin varrezat e Mamursit për para, biles do t'ju kërkoj ndjes, në është e u bezdis me ca foto, dhe kërkoj ndjes edhe atyre kolegëve që nuk janë pranishëm, do t'ju nisë ca foto të varrezat e Mamursit, dhe një varrim para 3-4 ditë që kisha turp kisha, jo nisa fotot në WhatsApp, nuk e di, ju kërkoj ndjes, në është ju mushtë ka nevoj për pastrim, pa tjetër, edhe të bari rritet po ta preshë sot, pasi e vërteta është ndërhyr dhe është pastru. Por dhe qytetarët bëjnë krijojnë mbetje dhe kolegët do ta shohin se si, biles do të kenë edhe këto do të ndihen keq pak kur t'i shohin, ju kërkoj ndjes për këtë pjesë. Edhe diçka tjetër. Thot asfaltim rrugë e Tukëve dhe në parashiku 4 milion lek treja. Po, kjo rrugë me 4 milion lek treja as qakull, as me qakull nuk një segment, jo komplet. Është një segment që është mirë. Një segment deri ku? Deri te do të shikohet te projekti. Është përcaktuar nga që unë s'mund do ta përcaktoj projektin. Ju me këtë vlerë siguri u ka qenë nana me lagojën, hajtë sa më mirë gojën banor. Në moment që lek të reja as me qakull nuk mundshë. Ne kemi fut me dëshirën e mirë për ta filluar. Nëse do na kërkohet një shtesë buxheti, do vim pra njush, do kërkojmë miratimin tuaj për ta arritur atë vlerë. Do kërkojmë mirëkuptimin tuaj për ta ndryshuar. Nëse kaq kisha inshallah po në lidhje me pikën. Jo, jashtë temës jo. Edhe ky kopshti i Mamursit. Jo, këtë të fol mrena temës. Bëjmë rrugë 3 edhe kemi çanat vjetra pa me kopshti i Mamursit. Folë. Hajde. Tash është dërgu Ministri për Financim.
Është dërgu kërkesa, presim të merratojnë financimin ta ndërtojmë. Prit. Kryetare, ma qëtësi. Tashim e mrapa pëse në frikoset perdi, por ju I vjen në fik mikrofonin, kryetare ma ju edhe shquri si bashki për kulturë. Konfidencë. Zoti kryetar, një pyetje. Varrezat kanë punëtor nga ana e bashkisë apo është nga pastrimi asnjë? Punëtor të dedikuar nuk kanë. E vërtet është nuk kanë punëtor të dedikuar. Nuk ka një punëtor. Por punëtorët e shërbimeve sipas planifikimit që ushtrimit e tyrave përcaktohen që të bëhen. Ju lutem shënojeni që kërkoni informacion pasi nuk bëhet nga pastrimi, a kush e ka këtë gjë. Asnjë punëtor Varreza nuk ka. Atëherë, për hir të vërtetës, po jap një shpjegim këshilltarit. Të gjitha njësitë tjera e kanë operatorët e shërbimit. Në Mamurrës për momentin aktualisht nuk e ka operatori që bën pastrimin. Shikojeni jepni se jepni. Atëherë në kontratat e ardhshme patjetër që do ta shikojmë mundësinë që t'ja lëmë si detyrë edhe si para ka qenë. Unë po them aktualisht, përpara se si ka qenë, Sepse nuk ka. Edhe zheja ka. Po referohem kësaj kontrate që është aktualisht. Po, Albert. Tashi me të drejtë këshilltarët ngritën problematikat, secili për sipas problematikës që kanë në zonat e tyre. Unë them që një nga problematikat më të mëdha të Kurbinit është rindërtimi. Ka njerëz që jetojnë në Dubai dhe kanë marrë shtëpia, kurse ka njerëz që u kanë marrë kursi për të tjekullat dhe as nuk pyet kush për ta. Prit pra ta kalojmë të pikë se e kemi një listë. Fusha kazanave ishte. E kemi një listë rindërtimi. Besoj që është problemi më madhor që mund të ketë është mbas kësaj. Se problemi më madhor. Nuk prishas ku një kazan, ti marrim shesat ti bën me kazanën, është ka edhe votim. Kurse njerëzit janë 6 vjet që rrinë me gur mbistipër. Po pra, është ideja, faleminderit, se fedin. Po, përshëndetje kryetar. Sa I përket njësisë administrative Milat. Qytetërisht qyteti I vjetër është megjithmen për të habit qendra e pazarit kretë gropa shumë keq. A do merrni masa për me bëna investim më të rrugë? Paktën me mbyll gropat se është bëhet gjithaj pazar, kanë mallë dhe personat, njerëzit me kalon. Na kthej përgjigjen në kryetarin. Këtë përgjigjen? E sa I përket fshatrave, e kemi miratu 3 rrugë. Rrugën e Telit, rrugën e fshatit Malbard, edhe Shullas. Njëta logjik në proces hartim projektit. Edhe Shullas. Ato rrugë. Tashi edhe Milodin mos alem Mazdore, sepse edhe atje janë shumë banor që na bëjnë kërkesa për ditë, çfarë bëhet, çfarë do bëhet. Po edhe rrugën e Kishës. Ta ndjojmë edhe nën kryetarin, në lidhje me Milodin. Edhe rrugën e Kishës Shumillit është vend I shenjtë, I kilometra gjys rrugë është. E bom atur, va kena lecu sa të pak, është edhe ura tjetër për me shku rahat Pelegrinet sipër. Është shumë rrugë e shkurt. Të paktën mos shkojnë kam, shkojnë deri aty me makina. Me fot kishën e shnadet më bun kjerë, ti dhjetë të diskutu kishën e shumë hejlit. Do me fot kishën më zemplare, më famë në ato, të tiranë Se I përket njësisë administrative Milat, është një projekt që nën kryetar, lutem. Se I përket A mundi përgjigjem? Hajde. Po ju të nuk zoti ka, po ju nuk keni as I lloj digniteti si do t'jeni pa që do ta ngrini. Që ju përfaqësia e Kurbinit. Po do t'ju vit turp, më në nuk do t'ju vit turp. Mos mi dal sot, veni, pavarësisht të ndosë ka gjallë, edhe
gjithë kena kurbina. Se nuk kam marrë nga Hana ose kam marrë në kurbin. Pa mua jam qytetar i këtij vendi. Dhe ta keni për turpër. Nuk do të pranoni me marrë rrogën si çfarë, do dini gjithë protestë bashkë me ne. Ti çfarë shtanoj? Se kanë piligrimat në Konën e Hoxhës. Në Konën e Hoxhës kanë do të fut të lanë jetën. Një person. Je komplet jashtë renditës. Je jashtë temës me ju duhet të qenë. Okej. Në përtar në lidhje me ti përgjigjem këshilltarit se këshilltarin në lidhje me pyetja numër 1 ka me Milotin, lidhje me Milotin. Atëherë, sipas kontratës që është nënshkruar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, ka marrë përsipër shtrimin e unazës komplet dhe të rrugës që lidhet me tregun. Pra infrastrukturën e brendshme do ta zbatojë Fondi Shqiptar të Zhvillimit. Ka dhe një projekt për rindërtimin e tregut, një treg modern nga Fondi Shqiptar të Zhvillimit, po bëhet rishikimi i projektit përfundimtar. Propozimi ka qenë nga bashkia, nga kryetarja e bashkisë, dhe ata e kanë në studim për ta miratuar bashkë me financimin. Pra për Milotin janë këtu dy projekte që janë madhore. Sa i përket investimeve në zonat rurale, siç janë disa investime që ne kemi miratuar në buxhet, jemi në fazën të hartimit projekteve dhe presim që të financohet, që të prokurohen pasi të mbarojë projekti. Kështu në këtë fazë jemi, sigur janë të gjitha investimet e rrugëve të tjera. A ka në i datë për shembull që kur mund parashikohet? Po kjo është afati pra, 30 ditë i duhen është afati i firmës që ka për të hartuar projektet. Këtë vit 30 ditë, po. Pas kësaj date ne na lini drejta që të hedhim në prokurim. Jo, a do të fillohet në rrugë këtë vit thash? Po dëshim mbarësitë e Surisë sepse një prokurim ka disa afate, do të 20 ditë është koha që rrin sistem për të ofertuar. Janë disa limite që duhet të lexoni ligji i prokurimeve, në sistemi i prokurimeve është transparent, të gjithë mund të hyni, mund të shikoni, mund të mësoni që ka disa afate që duhet respektuar. Pra jam sa ankimi ime. Okej, faleminderit. Faleminderit. E jetim votim. Kush është pra? Kundër? 4. Miratohet. Projekt vendim për miratimin e listës përfituesve që kanë aplikuar në platformën online Shtëpia Ime për të përfituar nga programi i procesit rindërtimit. Atë kërkimi i kuptim që të marrë me radhën, është edhe kjo për ndihmë financiare, që të lëvizim Po, hajde. Mund ta bëjmë Po. E mirë kuptimin. Projekt vendim për miratimin e ndihme financiare për disa familje. Ndihma financiare arake? Janë 3 familje. Okej. Atë janë 3, po shpjegoj shkurtimisht, janë 3 familje që janë propozuar për ndihmë, është Agron Duka, Kastriot Gjoni dhe Gani Hidri. Kastriot Gjoni është një familje ngorre, është një familje në varfëri ekstreme, ka dhe 2 fëmijë të smur që janë paraplegjik, që janë me autizëm, dhe kemi bërë përveç kësaj kryetaria ka bërë dhe një apel për firmat që mund kontribuojnë për të restauruar shtëpinë, duke qenë se është në kushte të mjarueshme. Agron Duka është besoj se është po. Jo. Është prezent, ja ku është zotëria, ka për të operuar fëmin, ka një operim në kokë të fëmis që është shumë i kushtueshëm dhe ja ku është prezent bashkë me bashkëshortë dhe me fëmin. Dhe Gani Hidri, dhe kjo është nga Miloti, ka një operim shumë vështirë. Ne mundohemi me sa do pak të zbusim Është ky Nertil, fëmia? Është të gjitha këto projekte janë propozuar edhe me dokumentacion dhe me shoqëruar. Po. Ja se ta miratojmë, po ja flas të Diegjeni edhe ta hedhim votim. Po pritë se në është ta kena me shkujtjevu. Absolutisht, ja të flasë të Diegjeni. Falemderit, zonja kryetare, unë ndodhë që i njoh situatat e 2 prej 3 familjeve që përfitojnë dhe normalisht nuk e mora fjallin me shprej për në e gjë kundër, se si që thot kolegu Albert Ndosi, s'kemi në e gjë kundër për këtë raste. Unë do doja nësë është mundur dikush nga administratat të më përshkruje në rend kronologjik si administrohet një kërkesë për ndihmë financiare nga familja. Pra hap pas hapi ç'a ndodh derisa vjen në Këshillin Bashkiak për miratim nga ana jonë.
përpara se të kaloj në pyetje tjera që mund të lindin nga shpjegimi i saj. Është zyra e shërbimit social. Ja do shpjegoj Ertila se është edhe ish punoj se asaj. Atëherë në momentin që familja ka një vështirësi ekonomike në familja apo një mbrojtje sociale, i drejtohet një kërkesë me shkrim apo thjesht mund të paraqitet para sporteleve tona dhe ne orientojmë ta dokumentojmë me shkrim pranë protokollit të bashkisë. Momentin që ajo protokollohet, verifikohet nga personi i përgjegjës që ciklon dhe delegon shkresat pranë shërbimit social. Shërbimi social menjëherë për 48 orë të paktën në bazë të kërkesave mund të verifikojë në familje vështirësinë ekonomike, si edhe të mbledh dokumentacionin i cili pasqyron vështirësinë ekonomike apo mjekësore, varet se si është problematika. Në këtë moment ne vlerësojmë numrin e ankesave dhe llojin e problematikës. Nëse këto problematika ishin të konsiderueshme nga vështirësia ekonomike, ne paraqitëm këto treja sepse dhe në rakordim me financën, shohim dhe buxhetin se sa buxhet ka bashkia, se ne po ta marrim ashtu, të gjithë kanë nevojë, por duhet të rakordojmë me financat. Ky është momentin që ne menduam për këto tre familje dhe t'i sjellim përpara jush. Faleminderit. Faleminderit. Është e qartë deri këtu. Në momentin që bëni përzgjedhjen, pra ka një listë prioritetesh, ka një fash aplikimi, për shembull 3 muaj kanë aplikuar X familje dhe hajde t'i prioritizojmë sipas nevojës, sipas buxhetit. Po, sipas buxhetit. Sepse ka familje që kanë aplikuar për të paktën më shumë se një viti. Tani nuk është as etike, as e drejtë, as nuk jam mund gjyqtar me i vumë peshore. Hallet nuk janë asnjëherë një lloj. Po a ka një sistem me fash orare, pra 3 mujore, hajde t'i administrojmë, apo thjesht kush vjen, gjykohet në moment dhe jetë në moment? Nëse vlejoni, duke qenë person përgjegjës jam dakord te kjo pjesa që i cikloj të gjitha kërkesat në drejtoritë përkatëse, unë të them që kam ndërm tani 120 kërkesa për ndihmë financiare. Që janë bërë në sa periudhë? Për vitin 2025, nga janari, i referohen vitit buxhetor. Dhe në momentin që tash edhe një herë, kur konsiderohet rast alarmant, ne e paraqisim përpara jush. Siç është të tre rastet, kanë operacione, kanë vështirësi ekonomike, nuk kanë të ardhura dhe janë në kushte ekstreme ekonomike. Rastet tjera i kemi vlerësuar, por ama nuk janë në kushtet e këtyre. Po, mund t'japim një shpërblim pak më të vogël. Jo, ajo është gjë tjetër. Po, nëse kanë aplikuar 125, jepen 3 sot. Ai rasti që ti referohesh mund të punoje, ne e kemi verifikuar. Nuk e kam me një rast, me një rast që ti referohesh ka 122 kërkesa të tjera. Do t'i vim me gjithë një mod, por jo nuk është alarmante situata e këtij personi. Me këto 122 kërkesat e tjera që kanë ardhur në 2025-ën. Po. Si procedohet, kur mund ta marrin? Sipas asaj listës që bëni ju, jam dakord. Atëherë në varësi të buxhetit financës, pra thash, nëse buxheti më thot, financa më thot që kemi fonde për gjithë pa 125 dhe këta plotësojnë kushtet për vështirësi ekonomike, sigurisht që do të paguhen gjithë. Okej, po domethënë ngjelet prap. Nëse nuk ka fond, do të marrin prioritetet kush është në vështirësi më të madhe, siç është rasti i zotit Avron Duka. Nuk e kam për një rast në veçantë me prioritet, kur ne nuk kemi buxhet, është si në familje, ko kemi më urgjente në familjen tonë, atë zgjidhim më të parin. Pastaj tjerat vinë edhe deri kur shkojmë deri aty ku e bëjmë buxhet. Jam shumë dakord, po unë propozoj që të ketë një farë sistemi ku mblidhen aplikimet. Sistemi është i koordinuar në mënyrë perfekte siç shkruava. Që të mos jetë subjektive. Se mbase i takon këshillit të gjykojë këto 125 aplikimet që kanë ardhur dhe vendosi këshilli gjykon në momentin që unë i vi përpara jush. Kemi një transparente gjithë lista, vendosim ne këtë duam sigurisht në rakordim me financat. Nuk është e parashikuar në ligj që kemi ndihmën ekonomike, pra atë që ju bim këshill sipas ligjit, aplikojmë në sistem, mos sjellim ju. Ndërsa këtë kemi një strukturë të posaçme që merret me verifikimin familje. Dhe mbajmë përgjegjësi ligjore për gjithçka shkruajmë dhe mbledhin dokumentacionin përpara nesh. Është shërbimi social dhe mbrojtja sociale. Domethënë nuk ka asnjë mënyrë që këshillit përfshihet në këtë proces ose që patjetër, nëse ju më shumë transparencë nga familje që ne ndoshta nuk e kemi identifikuar dhe nuk kemi informacion, ju bashkë me ne mund të shkojmë në verifikim. Nuk po flas për vlerësojmë rastin dhe ju mund të jeni vendimarrës bashkë me ne. Unë po flas që të përmirësohet. S'është ashtu këshilli asnjëherë nga këtë situatë. Unë po flas që të përmirësohet
gjithë sistemi të jetë më transparent dhe më të përfshirës. Se kam për raste fare. Është me ligj, shërbimi social është me ligj. Është strukturë e posaçme për atë. Ideja është me ligj të ndërhyjë dhe unë. Ideja e dirigjenit është që mos tjetë relative që, për shembull, unë si Edlir mendoj që kjo është ma emergjente. Nën kryetari mendoj se është tjetra, tjetë diçka është ndihmë financiare që nuk parashikohet në ligj si strukturë. Unë mund të mendoj që këto të tre kanë nevojë, po janë dhe dy tjerë të ajo lista që kanë nevojë. Financa më thotë se për këtë muaj nuk mund të shpenzojmë më shumë se kaq lek. Nuk është, domethënë, unë kam marrë prioritetin e këtyre tre familjeve. Si sens. Unë besoj se janë qartë. Kjo është ideja. Mora shembullin e portofolit një familje, pra do të marrësh prioritetin, nuk ka kemë problem tani. Është qartë kjo pjesë, unë s'kam as me çka kam pasur. Nuk kemi familje të tjera që ne kemi informacionin për t'i verifikojmë. Në këshill kemi për të vendosur standardet, jo për të folur për emër të veçantë. Unë lutem që mos dalim në rrugë kryetare. Mos dalim jashtë kësaj, edhe familjarët janë këtu. Për respekt dhe të atyre. Nderuar në kryetare, kam vetëm diçka pas. Ja u shpjegoj se janë raste ekstreme. Jo, të lutem vetëm diçka kam për diskutuar lidhur me këtë, do të jap një emër, sugjeroj. Ta hedhim votim Aida. Jo, e di pse nuk do citova më përpara, nuk jam kundra rënjes së ndihmës financiare, patjetër, por bie dakord me kolegun që në një farë edhe për treguar një lloj transparence, se mund ketë dhe unë mbaj mend fare mirë që kemi kaluar për ndihmë financiare për të dytën herë, e madje mund kemi edhe të tjerë të cilët kanë nevojë për ndihmë. Edhe sot në këtë moment. Nuk është momenti për ta diskutuar për t'i dhënë se ti se meriton, por ju lutem, merrni në konsiderat një familje që sapo më erdhi një mesazh, Mirela Lilaj, me një fëmijë, Mirela Lilaj, me një fëmijë. E keni trajtuar me ndihmë, e keni trajtuar patjetër, por në rast se do t'ju vërtet tani po ta kalojmë, në rast se do të shohim ato foto të cilët janë vërtet për të ardhur keq me atë gjendje, ju lutem keni parasysh, sepse kolegu me të drejtë tha që duhet një lloj transparence, jo se jemi këtu për të hetuar se si operohet, por dakord. Atëherë shumë dakord. Janë persona, janë këtu në këtë listë, janë persona të cilët ne ju a kemi dhënë dhe njëherë i kemi meratuar me vendim këshillit bashkiak. Kjo është çështje procedure. Ne do të hedhim një herë në votim këta tre familjet, pastaj ata të largohen dhe Më në rëndit ditës, një sekund. Ta hedhim votim pra. Një sekund, jena mrena në rënd. Atëherë, sa i përket tyre tre familjeve, fatmirësisht njëri për këtyne ka lanë numrin e telefonit. I pari, Agron Duka. Është personi. Nejse, jo, i sekund, do të them diçka tjetër. Unë e kam marrë në telefon për mami. Ta është pa shumë e telefonit, po rrisha, po letzoja, e marrë në telefon. Edhe, tha, desha me taku, kam taku në laq. Edhe kam bisedu me të, e kam verifiku, faktikisht, në respekt egjiptianëve, janë komuniteti që janë lanë shumë pastore. Nuk ka një problem, po ka tre probleme. Biles gadimit, qamit, po më rritë aty. Kurse një tjetër e kam verifiku se kam numrin e telefonit. Kurse këtë që ka 1 milion lek, të nuk e verifikova të. Gjithsesi, në nevoja nuk është se i keni shkruj këtë kjo. Pavarësisht se ka dhe tjerë, si që përmendja Aida. Por, du ta theksojmë, komuniteti egjiptian a shumë i përsekutuar. Ja, nuk mund të shprehesh në Një sekund, fali sekund. Po, se janë pasyra e kuzhinit. Se po të pastrojnë
po të pastrojnë tërë. Nderuar këshilltar, nuk bën dallime dhe diferencime, janë qytetarë barabartë kur bini të gjithë. Ne nuk i ndajmë kështu qytetarët, nuk është asë ligjore. E që të janë kanë problemet shumë. Ne hallet dhe problemet i diskutojmë edhe si mas nevojeve. Ta hedhin votim kush është pra. Kush është pra? Albert, lutem mbaj ata. Po kryetare, një sekondë kryetare. Kush është kundër? Është në votim, nuk ka diskutim tjetër sepse jeni tu kalu nga një deg në tjetër. Dhe nuk e kuptoj domethënë se çfarë është kjo lloj historie. Nuk e kuptoj. Kjo miratohet. Miratohet. Të kalume inshallah fëmin e shpëton Zoti. Kalim të tjetra. Lidhje me këta. Mira të dalë dhe ne mirakolin me 10 veta. Pas dori që të pasim ne. Absolutisht nuk është fare normale me fare kështu. Miratorin nga 10 veta, keni nukën e miratu. Nëse ja të kërku për veta, për këtë e të kërku. Po pra, e miratu. A i fond që i keni dhanë ju kësaj për atë operacion vështirë që thoni ju, asaj nuk i delë për rrugë më shku për Tiranë. Ullo. Që është fondi për të mujë, nuk kemi buqet më shumë. Jemi dakord që nohla i duhet më tepër pagesa, po ne nuk kemi mundësi si bashki. Ju keni buqetën, ne kemi me ato bashkëri. Zotin në kujtore, si kjo familje, keni familjen Lindita Leshaj me 2 fëmijë me asit kufizura dhe ka nevojë urgjente për ndihmë. Po, bërim? Nuk e di janë për operacion që të mos i ngatron gjara. Familjen e tjera. Kjo familje ka për operim, djalët. E di pra po 500.000 lekë nuk i dalin atij. Atij ne as buxhet kemi, patjetër mund bëjmë këtë detajizim. Ko është problemi, falë, Anton? Ko është problemi? Ne kërkoj fjallën. Problemi. Kushtë të jemi fjallën e? Nëse të kërkoj që në përstëtat. Anton, fjallën sa ere ke kërku dhe të them Anton, fjallët është dhënë sa ere ke kërku. Në qofse ti do me gjetë një skuz me dal nga mbledhja një gjë koti, por ju duhet rini deri në fund mbledhjes siç kërkoni. Tani, kur flasim, ne jemi bosi kalamajt e kopshtit. Një fut me janë tjetëri me i tjetër. Kaq, duhet pak më seriozitet, ma përqejshmëri. Hiko. Me ato mbaru. Kalojmë te projekt vendim, ju lutem, projekt vendim për miratimin e listës përfituesve që kanë aplikuar në platformën Shtëpia ime, programi zhvillimit objekteve të reja. Po. Faleminderit. Të nderuar këshilltar, e nderuar kryetare. Okej. Unë si anëtare e Komisionit Posaçëm vi përpara jush për paraqitur projekt vendimin për miratimin e listës përfituesve të familjeve që kanë aplikuar në platformën online Shtëpia ime për të përfituar nga programet e procesit të rindërtimit, programi zhvillimit të objekteve të reja. Komisioni Posaçëm në bazë të vendimit 904 si dhe të aktit normativ numër 9 dhe të akteve ligjore në ligjore të dala në zbatim të tij, ka shërtuar gjithë dokumentacionet depozituar në dosje nga familjet të cilat kanë aplikuar, por kanë pasur mungesë në dokumentacion. Është një listë me 6 familje: Sonilda Marku, Luljeta Gjoka, listën e kemi pa ashtu. Na thuj kriteret. Këshilltarët janë njohur paraprakisht në projekt vendim. Është si rasti listës ndihmës. Kush janë kriteret, pse janë 6, nuk janë më shumë? Po. Atëherë këto janë familje aplikuese në platformë, të cilat kanë depozituar dokumentacionin e munguar në dosje. Afro pak te mikrofoni. Këto familje po s'dalin pra unë këtë desha që të miratohet dhe të dalin. Dun pra, okej. Vazhdo Francesca, falë se të... Atëherë janë 6 familje të cilat kanë depozituar dokumentacionin e munguar në dosje, pasi janë miratuar pjesa tjetër si përfitues, kanë depozituar më vonesë dokumentacionin në dosje.
Këshilltarët kanë patur paraprakisht janë njohur me projekt vendimi, kështu që në rast se kanë pyetje. Po. Pyetje, po. Albert, ju lutem ju të shkallët, ju lutem. Kujtohet ato Antoni se pas ka nes mikrofonin, po nuk prishni. Ha të shit lutem Albert. Muhabet këshilli është dhe ky. Po patjetër më sa bëhet ku ta gjejmë me fol njerëz si ti. Në lidhje për personat që kanë aplikuar, unë pak duhet të dini diçka, duhet të aplikojnë të gjithë ato që janë pa shtëpi sot apo aplikojnë sipas kujt i thoni ju. Edhe pyetje nëse kurse më fal, ta marrë i bie shkurt. Unë jam si puna Ronaldos, bëj gol, mbrapa ndashin ta qyj, ndashin mos ta qyj, ka drejt vari ta shikoj. Edhe pak do 2 sekonda të flas për procesën e rindërtimit, e nderuar kryetar, nën kryetar, të gjithë personat përgjegjës jeni për këtë drejtim mbledhje. Procesi i rindërtimit është procesi më gangren. Mund të këtnaqni me këto që jetojnë në Dubai nuk di ku jetojnë, por këto 10% jetojnë ke lagja turkut. Megjithatë se është bëu aty apo një akt kriminal, që është prish ndërtesa më e mirë që mund të ketë pas qyteti i Lashit, që është ndërtesa e Zimve, po Eltori nuk ka që është person që ka konflikt interesi. Edhe më thonë drejt, më mbapyt mu, aty s'kisha ndërtu u qafë, në më kisha lonë historinë e Kurbinit. Megjithatë, është për te. Dhe janë me qindra familje, që ju kanë ra gurt, tjegullat ju kanë ra si për të krevati, dhe nuk përfitojnë. Janë njërë që nuk jetojnë, as në Selit, as në Gallat, as në Vinjov, dhe o janë bo shpia. Unë për këtë, të shtë do të bje shkurt, nuk do të diskutesem, thonë jo pëse nëzesh në to, unë kam pregatit 3 kallëzime penale, që ta diri që mësë që dalë si pa abes, për procesën e rindërtimit, ndashtë jo fotokopje jo lak, dhe më thonë për këtë qeshtje 3 kallëzime penale i keni në SPA. A do ta pranen, as do ta pranen, vetëm për procesën e rindërtimit. Dhe më ka shtyr vetëm kjo që më aplikim, më vjen njerëzit e kapin aty, s'ka apliku, jo nuk ta japin, jo s'ta japin. Ke drejt ka apliku, s'ka apliku, se këtë shtëpiat ju keni prish. Ju keni fut varinskat, ju keni marru shfetën, sa ata nuk e di, me gujt aty në unë ato nuk i aprovej dot, do t'i aprovej hetimi, po vetëm kash, ju falenderojmë një gjut, kash kam për këtë. Po, ta dini që mos ju vi... Vetëm për pjesën e aplikimit. Për pjesën e aplikimit. Po. Atëherë për pyetjen e parë, për pjesën e aplikimit, platforma online Shtëpia ime është hapur në 3 faza aplikimi, në 2020, në muajin shkurt, në muajin korrik dhe në muajin dhjetor. Të gjitha familje që kanë patur dëmtime në banesat e tyre, kanë aplikuar për përfituar nga programet procesit të rindërtimit. Komisioni posaçëm ka shqyrtuar të gjitha dosjet që janë aplikuese. Nuk mund të përfshihen në programet e procesit të rindërtimit familjet që nuk janë aplikuese, sepse aplikimi është kusht themelor për të aplikuar. Po e nëse të atëherë dëmtueshmëria e pallatit e zoti këshilltar ti më vetë më shenë. Cilësohet nga instituti i ndërtimit, jo nga bashkia. Jam gjatë fut kohë të vinë ato që po më çon si puna atyne, ose sylim me him mbledh. Ju lutem. Mos më sel si rasti i Florës është i pa vetë të tjerë. Mos e kemi të atyne, shiva vini ju aty. Ska. Ka është. Po pra them ti po. Ka është. Ju lutem, sa bëhet, po. Lut. Tani, me qënë se jemi të procesi i rindërtimit, edhe kemi miratuar, nuk kam as një kundërshtim të kalojnë, të miratojnë të gjitha familjet që kanë aplikuar, dhe sa më shumë të jepet aq më mirë. Tani kam, nuk e di, a kryetari, a Nertila, a Jogoca, e kam thënë disa herë dhe më keni thënë shprehmisht, janë 2 pallate në bord të kishës. Mua më vjen turp, na qytetarë që banojnë aty që më dalin çdo ditë, çfarë po bëhet, kur do bëhet ajo fasada e tyre, tish që kalojnë gjithë turistat, që kalojnë gjithë emigrantët, në bord të kishës që vete gjithë qyteti Laçit, dhe të rri një pallat aty, statuj, pa u bërë, mua më vjen shumë turp. Janë punojnë aty që banojnë, punojnë në administratën shtetërore që u kanë shërbyer me devotshmëri këtij qyteti, punojnë në bashkinë e Kurbinit, ka qytetar në të gjitha institucionet shtetërore. Pse nuk behen ato 2 pallate? A ka mundësi? Ta japun përgjigjen?
Të dy ato pallate që citove i përkasin një shkallë dëmtueshmërie shumë të ulët, pra pa rrezikshme, dësënish. Në këtë raste aplikohet përmirësimi i infrastrukturës së jashtme, edhe kërkesa i është drejtuar Ministrisë për fond, për buxhet nga ana e bashkisë. Jemi në pritje të ardhjes buxhetit dhe do të nështrohen riparimit si gjithë pallatet e tjera dhe ato të dyja. Kështu që janë përfshirë. Thjesht do të presim të na miratojë buxheti dhe të bëjmë investimin. Ose mund të operohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ose do na kalohet ne si bashki nëpërmjet kontraktimit që ta bëjmë. Kur kam folur me ju, më kemi thënë, unë tani do ta bëj me shkrim. Dhe nuk i qëndrojmë më. I kemi fut. Jo, kur më kam folur këtu më kemi thënë, dy pallate tuaja, më ke thënë shprehimisht, janë miratuar, nuk është vetëm pallati im, është dhe pallati tjetër. Janë miratuar me pallatet e kooperativa. Do mbarojnë ato dhe direkt do kalojnë aty. Ikën ato u bën dy pallate tona kanë ngelur. Nuk është e pranueshme, më duket. Ato janë Edit lutem. Ke shumë drejt për shqetësimin, do të them vetëm që këta janë në proces, nuk kanë mbaruar. Do bëhen tani a bëhen këtë brenda këtij viti, a bëhen vitin tjetër tash do durojnë pak në nëse. Por s'ka ato të bëhen. Allah do dushmërisë këtyre është dësënish. Pra që është e pa rrezikshme. Po pra, Kështu që thjesht riparim fasade. Vetëm fasada shka. Do bëhet prapë ta vim buxheti se pa buxhet, a bëm të pa buxhet. Iku vaj tjerë 2027. Janë përshime, pa tjerë. Edhe një pyetje para se ta hedh në votim. O Nertil. Një pyetje. Pse vetëm 6? Po prit pra tash do marrim lidhjen, të lutem. Ulu 2 minuta. Pse janë vetëm 6? As ka apliku tjetër kush? Janë 6 familje të cilat kanë... Pushoni ta ngjejmë njëri tjetrin, ordra. Ka dosje... Janë 6 dosje të cilat janë plotësuar dokumentacioni i munguar në këtë periudhë dhe kalojnë tani si përfitues. Okej, do me thënë ka dhe dosje tjera që kanë mungesë? Po, ka dosje të pezulluara. Plotësohet dosja, kalojnë tutë me? Po, ka mungesë dokumentacion. E hedhim votim? Po, Erisa. Shtëpia private që jo shkon do ta remontoj shteti ose do ta remontoj vetë. Akoma sot për shemja. Si veprohet? Marrë informacion tek personi përgjegjës që ndjek kontratën me firmën që ka për detyrë ndërtim. Marrë informacion ne, çfarë po ndodh në anë të këtij. Dhe me personin përgjegjës që ka për detyrë të ndjekë kontratën. Dërmimi ka ra 2019 dhe jemi në 2026. Ajo shtëpi që është hyrë në pjesë do shkëndet, ajo shtëpi apo nuk është që mund të jetë burim për me ndonjë aksident ose situacion. Na lejo të marrim informacionin që duhet të t'jap. Na jep emrin ta verifikojmë dhe t'japim informacionin saktë. Sepse duhet ta jap përgjigjen personi përgjegjës që ka për detyrë ndjekjen e kontratës me firmën e ndërtimit që ka fituar për ta ndërtuar shtëpinë që ti referohesh. Tani na duhet të marrim informacionin pastaj të shpjegojmë ty. Me emrin Erisa, emrin okay. Kush është pra? Lertila, për një person që nuk është përfitues, si ta kam thënë edhe herë tjetër, mund ma japësh për i përgjigje. Arsyen, pse nuk është përfitues? Tani se gjyqtari ka marrë përgjigje me shkrim. Me shkrim e ka marrë? Po. Çfarë? Edhe organet kompetente që po hetojnë mbi komisionin e posaçëm. Lidhur me ngjarjen. Ka mungesë dokumentacion ashtu ti? Jo. Është çështje interpretimi që ai e ka bërë mediatike, ne kishim piranjat, kishim organet kompetente pak më të larta për ta hetuar pse komisioni nuk e merr përsipër. Është edhe Ministria e Infrastrukturës në dijen të gjithë kësaj gjëje dhe kërkohet një interpretim ligjor që edhe ne jemi në rregull për ta kaluar këshillin. Ka ndonjë afat kjo pjesë? Kjo për sa kohë Ministria e Infrastrukturës nuk është përgjigje akoma, do të presim. Presim se kemi kërkuar interpretim ligjor. Paska në hyjë instanca më të larta se ne. Kështu që prisni tani se e keni qiu vetë atje guf. Edhim votim, kush është pra? Kush është pra për miratimin e këtyre 6 familjeve? Kush është pra? Kundër. Kush është kundër? Miratohet. Jo, Arber, diskutimi i kodit cilës për ndalimit konfliktit. Faleminderit, më rrugë shumë. O Nertil, të lutem, për cilë.
për çfarë? Qartë. Para ndalimit konfliktit interesave të Këshillit Bashkiak. Atëherë, nderuar kryetari i Këshillit, nderuar zonja dhe zotëri këshilltar, nderuar nënkryetari i Bashkisë, pika e fundit e një ditës, por jo nga rëndësia, është diskutimi i kodit të sjelljes dhe i parandalimit të konfliktit të interesave të Këshillit Bashkiak. Ky është një kod që është i miratuar me rregulloren e përgjithshme, nuk kërkon domethënë miratim sot, është thjesht për diskutim. Më vjen keq ta nis kështu, po duke u nisur nga keqkuptimi që ka ndodhur në mbledhjen e kaluar ku as unë as kryetaria e Këshillit nuk kemi qenë prezent, ne e pam të arsyeshme si kryesi Këshilli që t'ja u rikujtojmë se ka një kod etike që duhet të flasim brenda rregullores të Këshillit. Unë jam shumë i sigurt dhe kam shumë besim në të gjitha aftësitë profesionale të secilit prej jush. Ju jeni të zgjedhurit e jo pak, po të 75.800 banorëve të Kurbinit. Secili nga ju ka formimin profesional, ka të gjitha aftësitë e tyre, por nga ana tjetër janë disa rregulla, disa kode etike që edhe në Këshill duhen të zbatohen. Ne për këtë gjë, bashkë edhe me bashkitë e forta, do të na duhet të bëjmë edhe një trajnim që në fakt e kemi pas të programuar, dhe nga java tjetër do ju njoftoj në grup, kur do bëjmë edhe një trajnim për gjithë ne këshilltarët, edhe nisemi edhe më shumë nga afër, edhe i shohim edhe rregulloret që janë 4 rregullore të përgjithshme të miratuara. Nuk e di ndonjëri nga ju e ka lexuar si kod, ka ndonjë diskutim, ka ndonjë pyetje, ndonjë gjë, nuk është se kërkon miratim, është thjesht për diskutim. Të këshirë për sa i... E bëm si Për sa i përket kodit etikës dhe konfliktit interesit, sa është edhe konflikti interesit, nuk është vetëm kodi etikës, ju falenderoj që domethënë mas 2 vitesh e gjysmë që jemi si këshilltar këtu që merrni masa për kodin etikës. Ai kod etika është bërë vetëm për mua. Unë të kështi, më dashim miratorja, më dashim mësa, unë nuk do të flas dhe nuk do të bërtas ma. Të kështi, çdo gjë dhe i keni me shkrim me kallëzim. Për ti të ma, keni drejt me më arrestu. Dhe konflikti interesi keni me shumicë në bashki, kryetaria bashkisë ka burin to, nuk e di në është ashtë i pëllësum, drejtoresha financës ka gocën, tjetëri janë burëllu, sa të shke, mos në afroni ne, kjo ka këra, rëgulloni punë të mreshme, e mos në thutni ne se ja ka miratu Këshilli Bashkiak, me shpetu vetën e juj. Ose të shqitoni me la si dur, si koshi pas dhejtë. Atëherë, ka kodi... Unë të dalë, sa me të të drejtën, nuk mund e diskutej këtë. Nuk është në radhë parë, të flasis për kod etike, për ato ke Bashkia Kurbinit. Në radhë parë ta cilësova dhe më sipër. Nuk kërkon miratim. Ky kod është miratuar në mbledhjen e dytë të këtij Këshilli Bashkiak së bashku me të gjitha rregulloret e tjera. Lutem shumë. Pra nuk kërkon miratim. Nuk është se ne po ta rikujtojmë. Ti e ke në dosje, jo vetëm ju, zoti Ndoci, por të gjithë këshilltarët e keni dosjen bashkë me rregulloret. E keni të afishuar edhe në faqen e Këshillit Bashkiak. Ky kod unë jam krenar, jam i biri Petër Notë, o zotëri, tani e thëmë që është e kam vetë flamure, kam historinë këtë Kurbin, dhe nuk kam histori hajturë si ju. Ju nuk mund merdi me tikën time, të më thanë, ashtë to për kur ka qi, ja i ku kam dhjë, burkini për që ju si janë velia, se Petër Notë nuk bapër me kur. Bapër me kur vetëm dhe se pëjtë, mi pasafën nga jush. Kodi me gjithë respekt. Me gjithë respekt. Për etik, kërkoni etikjo. Për etikën. Rregull, jemi... Herën tjetër zoti Noti më vjen keq për kryesia e Këshillit do marri masa. Lutem. Me le... A
Aty japim fjalën atyre dy qytetarëve. I sekond. Kemi 5 minuta kohë. Po për çfarë tash edhe të ndryshme ton ç'a folëm deri tani. Okej, qytetarët flasin dhe të ndryshmet i lan për në fund. Po, Harrova sa që ishim tek ndryshme qytetarë. Keni gjë vërtetare, ç'a për një kohë për çfarë na. Po. O kryetare, ka mundsi? Pa me radhë, pra, tash unë çfarë të bëj ju? Kur s'ju jap drejt dilni e ikni, tash ju është e çuditshme. A folëm Edmond në fillim. Si është? Si i merrni qytetar të sillni këtu? Nuk është normale kjo gjë. Për çfarë? Vej çik ti si këshilltar. Ne jemi antar këshillit, ti si këshilltar duhet thush që është ky problem, është dhe qytetari, a jeni dakord ta thyen rendite? Po s'bëhet për kështu. Atëherë që një ikni. A çka ta hapa shifën dhe shtëpia sa kërkesa kanë pa përgjigje? Po bëje pra folëm fillim mbledhjes, ti as nuk u Etapat me atë të ndryshmet edhe për sa ti lam ti diskutojmë. Në qoftë se do keni dërim 2 minuta, le ti ne gjejmë ato dy qytetarë. Po, prit, gjejmë qytetarët pastaj ti se fedin. Arbër, ndihmoje pak. Kullet ai tek Antoni, si ku është për Roberti, ai është këshilltar, është këshilltar i nderuar, familje nderuar nuk duhet. Dhe ju mendojni vetë si të doni. Po. Përshëndetje kryetare Këshillit Bashkisë. Përshëndetje. Përshëndetje antarë Këshillit Bashkisë. Unë